se 13 seancave radhazi, unë do t'isha në gjendje që ta dorëzoja edhe mandatin e deputetes. E lemët heq dorë nga një pozit e cila nuk po merret, nuk janë votat. Është, dhe më thonë, është situatë skandaloze, me na mbledh nesër në ora 10 prap, edhe me na thonë, janë ta ndrojmë mënyrën e votimit dhe të kalojmë nga mënyra e hapur në mënyrën e mbyllur, duke mos bën asnjë reflektim. Thjesht ata mund ta përsërisin seancën edhe 48 herë tjera, çdo 48 orë, mirë po rezultat për zonin Haxhiu nuk ka, edhe nuk ka vullnet të partive politike për të bërë pjesë e shkeljes kushtetuese dhe shkeljes së rregullores, që ta ndryshojë mënyrën e votimit në pasi që ka filluar procesi. Të fundit, Feta Boletini, Zonja Bajrami, Zotria Abdigjiku është deklaruar që pas raundit të parë që i takon vetëvendosjes, raundin e dytë, ish opozita do ta krijojë qeverinë me kusht që Zotria Abdigjiku të jetë kryeministër, të garantohet 4 vjeçari dhe zgjedhja e presidentit. A ka qenë kjo vetëm sa për të thënë, apo si është mendimi juaj? Jo, nuk ka qenë vetëm sa për të thënë. Zoti Abdigjiku e ka thënë që në fillim, që në qoftë se kemi mundësi me i bë numrat, me kriju stabilitet, do me thënë do të bëheshim pjesë e institucioneve. Kjo ka qenë përgjigja e prerë. Tash nuk po shihet që nuk janë numrat dhe nuk e kemi. Do me thënë një deklaratat i kemi konform rrethanave. Nesër çfarë do ta pret opinioni publik përsëri një seancë e njëjtë, deklarata, gazetar duke bërë pyetje, futen brenda, edhe kryet pas 5 minuta dalin deklarata, pastaj jashtë dhe vazhdohet mas 48 orë. Sinqerisht është bëhet turpshme. E së pari mënyra se çysh lëvizja vetëvendosje po e shfrytëzon, po e keq përdor zotin Dehari si deputetin më të vjetër të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Po e keq përdor. Është keq përdorim. Jashtëzakonisht është keq përdorim, sepse tani zoti Dehari është bërë pjesë e shkeljeve. Nuk mundesh me përsërit një proces. Çfarë pret? Unë nuk e di kur zoti Dehari e merr skenarin, tani me jo të administratës së Kuvendit, por e ka skenarin e lëvizjes vetëvendosje. E para e punës, zoti Dehari nuk përfaqëson lëvizjen vetëvendosje. Sepse, sikur kisha qenë unë deputetja më e vjetër, do kisha qenë unë duke udhëhequr. Kjo nuk është me, ky funksion nuk i përket për shkak të rezultatit zgjedhor që ka lëvizja vetëvendosje. Ka rastisur që të jetë deputeti më i vjetër në Kuvend dhe deputetja i asistuar nga deputetja më e re, e cila vjen nga radhët e Partisë Demokratike dhe ata udhëheqin. Dhe çfarë pret zoti Dehari? Zoti Dehari duhet të thotë jo lëvizjes vetëvendosje. Ju vazhdoni të shkelni rregulloren, kushtetutën, të përdhosni Kuvendin e Republikës së Kosovës, por jo me emrin dhe figurën time. Çfarë pret? Qysh ka mundësi që dikush pa e bë asnjë ndryshim, përsërit veprimin e njëjtë dhe pret rezultat ndryshe. Einsteini ka thënë ky është definicioni budallakisë. Po më vjen keq që po shprehna kështu. Por kështu e ka thënë. Nëse ti përsërit të njëjtën gjë dhe pret që të kesh rezultat ndryshe, domethënë kjo është definicioni i insanity. I çmenduris budallakisë që dush çuje. Zonja Bajrami, lejo të falenderoj shumë për këtë intervistë dhe këtë mundësi që të bashkë bisedojmë. Faleminderit juve. Edhe t'ju them se ne jemi të hapur çdo herë që natyrisht të jemi në